Përshëndetje dhe mirë se erdhe në një ndër videot më të bukura të kanalit tim, do mendoj. Sot do shkojmë në jug të Tunizisë. Do fillojmë turin ton me një nga ndërtesat e cila është shpallur trashëgimi kulturore e UNESCO-s, dhe është pikërisht ky Koloseumi këtu. Dhe pastaj do shkojmë në shkret të tjerë, kemi një program 2 ditor, kështu që qëndroni në këtë video se do shikoni shumë nga Tunizia. Tu duket Koloseu në gjerba nga brenda. Është një kolose i cili në fakt nuk është vendosur asnjëherë në përdorim, pra sepse ishte gjithë kohës në ndërtim dhe asnjëherë nuk ishte i mundur që këtu të zhvilloheshin këto lojrat me kafshët apo me gladiatorët, por ndërtimi duket shumë i bukur dhe shumë i saktë. Kanali ishte edhe gjëja më e lezetshme dhe më e veçantë që kishte ky Koloseum, siç e shikoni, kanali i mbledhjes së shirave ka edhe aty një hapje, pra një tub, dhe të gjitha mblidheshin në këtë pusin këtu dhe përdorej uji në këtë formë. Pak e ftohtë, ha? Ja, das könnte mal was sein für später. Çfarë po bën? Çfarë po bën? Pije kafe. Tuniziane. Ky lokali këtu që ka serioz, se shikoj janë erdhje dhe fatura, gjë që nuk ndodh këtu në Tunizi, edhe duket lokal goxha 1 euro 10 cent, po, pak a shumë. Gjithsesi ky që nga edhe lokali pastër, gjë që nuk e gjejmë aq shpesh në Tunizi, kështu që ja japim me qef 5 dinar. Kemi për një ndales diku në autostradë, ishte një pikë ku ndalojnë të gjithë. Nuk kam parë tualet më të pistë, më vjen për të vjedhur kur e mendoj. Duhet jemi sinqert, nuk është gjë e bukur këtu. S'kishte ujë për tualetin, letra gjithandej, po s'ke çfarë bën në kështu raste, se nuk e bën dot në brek, edhe do përpiqesh mos ulesh të rish në këmbë, edhe pastaj mirë që kishim ujin bidonat me vete, se nuk ishte ujë të laje duart. Shumë keq. Tani do bëj pak make-upin, siç shikoni jam nisur nga hoteli shumë keq. Edhe kam marrë këtu këto gjërat për të bërë make-upin. Stefani është akoma jashtë, sepse po pret guidën tonë që të bëj booking do një ekskursion që ka të bëj me disa pika speciale ekstra që vizitojnë në shkret të tjerë, siç është vendi ku është xhiruar Star Wars. Kështu që Stefani do vonoj pak, unë po marr përparësi që kam vënë këtu edhe të bëj shkurt të shpejt make-upin. Kështu, kur ta kem mbaruar, do t'ju tregoj se sa ndryshe që dukem.
pikën më të lartë ose në një vend që quhet panorama e Matata, si quhet kjo zemër? Matata? Matata. Matmata. Dhe këtu kemi ndaluar për disa minuta sepse komplet pamja është njësoj sipas atij, kujdes si në hënë. Dhe do bëjmë disa foto të gjithë pjesës së valej, nuk e di si quhet në shqip tash. Dhe pastaj do ham buk. Këtu është restoranti, duket që është restorant nën tokë, të me thënë tamam si që ka qënë qyset e para tuneziane, që nga dhe hotel, po vetëm me një yll. Kështu që le të shikojmë, do surprizojmë apo do zhgënjehemi. Pas Gjiros që patëm edhe pas rrugës së gjatë, kjo këtu duhet jetë shpërblimi për restoranti. Danke. Restoranti kishte hyrjen nën tokë edhe këtu është si një hall i madh dhe do ta shikojmë se si është brenda. Duket shumë tradicional dhe jam shumë kurioze ta shikoj. Këtu filloj me ushqimin, kjo është salata e tyre, më duket vetja pak si në Gjermani me këtë salatën. Edhe kjo pitja këtu që ka në mes, vasi si ndërmite da thon? Keze? Po keze dhe spinaq më duket, djatë dhe spinaq. Kjo është pjata e parë. Ndërsa kuskus është si të thua është pjata më tradicionale e fiseve berbere që janë dhe fiset e Tunisisë autoktone. Dhe Shtefani që nuk ha ëmbëlsira, po e provon ëmbëlsirën barberiane. Në fakt, kjo nuk është keq. S'është keq? Çfarë ka brenda? Është çokoladë? Nuk kam ide, ndoshta datë. Marmeladë? Jo. Datë. Nuk e kuptoj çasha. Datë në difroft. Okej, sapo mbaruan drekën dhe duhet ta pranoj që jam pak e surprizuar për mirë, sepse ne prisnim që do ndalonim këtu në mes të asgjës, edhe do mendonim o zot çfarë është kjo. Mirë po, restoranti ishte i pastër, ishte i lezetshëm, ishte tradicional me këto tapetet. Ishte okej. Ushqimi nuk ishte ushqimi më i mirë që kam ngrënë ndonjëherë, po zakonisht ushqimi këtu në Tunezi nuk është shumë stilim, po ishte tradicionale kuskus, edhe më pëlqeu shumë. Dhe banjat pastaj ishin shumë të pastra, deri tani u kam dhënë vetëm shembull se sa të këqija kanë qenë banjat. Kjo këtu ishte mirë, do t'ja u tregoj, sepse ishte edhe shumë e interesante në për tunele, për të vajtur, ishte shumë e bukur, kështu që do t'ja u tregoj. Ka ngrëm drekën, tani besoj do shkojmë rreth fshatit të tuneleve dhe do ja tregoj edhe atë. Tani do t'ju bëj një tur të vogël rreth këtyre tuneleve. Hajde shkojmë. Kujdes kokën, Shtefan. Sepse për mua nuk ka problem. Em video pozitiv. No, jo, tregova. Tani është mirë? Tani është mirë, okej. Këtu jo. Shikoni? Vërtet e lezetshme apo jo? Nice.
Tani kemi ardhur në vendin për të vizituar të shtëpitë që janë ndërtuar në për shpella, pra në mal. Dhe janë akoma disa prej tyre të banuar 60, rreth 60 ose çfarë thaj? Nuk e di. Një dhomë. Io ho sbattuto il latte. Aspetta che bene, Është brenda, nuk duket aq keq, është Jo, duket mirë. Duket okay. Edhe me elektricitet? po. Fetin që e merrnin nga panele diellore, kishin vendosur dar. Sa po mbarua me vizitën në qytetin berber, fshatin, dhe kjo këtu që ka dhoma ku bëhen qilimat, ku punohet, punët e dorës, edhe salloni i pritjes mbase. Andaj që dhomat e gjumit, kuzhina, kurse këtu ulen të gjithë njerëzit dhe bisedojnë dhe bëjnë muhabet. Ikem tani dalim e pam qytetin shumë interesant ishte. Shikoni këtu zemën. Kemi bërë një ndales të shkurtër këtu në një dyqan ku mund të marrësh ndonjë kafe, ndonjë çaj, edhe këtu shikoni që merren këto shalla. Dhe ai personi ta lidh ashtu siç duhet. Dhe po shkoj pak në Tarasja sa të pres Stefanin, sepse këtu në fakt është një fshat berberian që janë edhe fiset autoktone të Afrikës. Janë fise ose njerëz të ardhur nga Libia dhe kanë ndërtuar fshatrat e tyre këtu në Tunizi. Edhe duhet ta shikosh pak a shumë stilin si jetojnë, që është e njëjta me fshatin që sapo pam, por pak më moderne, sepse jetojnë këtu akoma njësoj si në jetën e përditshme. Do ngjitemi në maj të kësaj ndërtesës edhe do ta shikojmë pak, të marrim disa pamje. Ne nuk kemi nevojë të blejmë shallat, sepse i kemi bler. Do shikojmë një video se si t'i lidhim, edhe do t'i lidhim vetë. Sa po arritëm te kompleksi, siç e shikoni, tani jam kthyer vërtet në një vajzë shkretëtire. E lidha për veten time, ja lidha dhe Stefanit, kanë bërë një punë të mirë apo jo? Po. Tani, siç e shikoni mbrapa me, janë devet, edhe aty do shkojmë tani të bëjmë qiron me deve. Kushtonte diku te 12 euro për person. Dhe nuk e di nëse do kem mundësi që të filmoj, sepse kam shumë frikë nga deve, do mbahem fort. Mirë, po besoj që është një eksperiencë që secili duhet ta provoj nëse nuk keni frikë nga deveja. Nëse keni frikë nga deveja, kishte pastaj edhe disa karroca që mund t'i merrni edhe nuk keni pse të ngisni deve. Kështu që më uroni fat, nëse do të xhiroj kur të kthem, nuk më ka ndodhur asgjë. Ja ku janë devet, shkojmë marrim një edhe nisemi. Ky është hoteli, sa po erdhëm, hoteli me 4 yje. Tani po marrin çelësat edhe do shkojmë
në dhomë dhe pastaj do shkojmë për të ngrënë. Duket shumë pastër, shumë lezetshëm, tani të shikojmë. Mirëmëngjes nga dita tjetër, ora është 4:10 e mëngjesit. Dje erdhëm në orën rreth orës 8 në hotel. Bërëm check-in-in dhe direkt shkuam të flinim se ishim shumë të lodhur. Sot do nisemi kaq herët sepse kemi një program shumë të ngjeshur. Në orën 4 hapet bufeja për të ngrënë mëngjes për ne njerëzit që do ikim kaq shpejt. Hoteli ishte shumë i bukur. Do thoja më i mirë se hoteli ku jemi duke ndenjur tani. Ishte më i pastër, banja ishte më e mirë, edhe darka ishte goxha më e mirë. Unë nuk xhirova dje sepse nuk më merrte telefoni karikim, por ja do marr tani në mëngjes disa pamje të recepcionit edhe aty ku hahet mëngjes dhe do t'ja u tregoj. Këtu është pishina, po nuk duket se nuk është e ndriçuar dhe hoteli komplet rreth e përqark me palma. Dhe hoteli quhet El Mouradi. E do me thënë është shumë e mirë, më pëlqen. Në fakt mëngjesi është nga 5 deri në 9, mirë po ne kemi në fakt në 4 se do ikim herët. Unë nuk mundem të haqë në orën 4, por jam shumë e sigurt që derisa të shkojë orari i drekës do më hahet. Kështu që unë po marr disa gjëra të thjeshta, gëti gjallë, djathë, edhe do bëj disa sanduiqa për me vete. Mbase do marr ndonjë frut, mbase ndonjë croissant të thjeshtë, po shikoj që nuk është se ka ndonjë zgjedhje shumë të madhe, për sa i përket sallamit që ka vetëm ky lloj këtu, ose nuk e di se çfarë. Domethënë e mira e Tunizis ishte që çdo gjë ishte prej pule ose prej viçi dhe unë nuk kisha nevojë fare të pyesja që mos janë prej deri. Edhe gjellat që në pikë të mëngjesit, po nuk është se ka ndonjë zgjedhje shumë të madhe, mbase nga që mëngjesi fillon edhe në orën 5 edhe jo kaq herët. Do marrë dhe pak sallatë, pak perime edhe gati. Shifoni dhe këtu po është shumë falco, të paktën uji këtu që ka i sigurt i bler, këtu bën kafe. Kjo është hoteli. Nuk është një pamje mrekullueshme. Po. Ne dhe Shtefani qëndruam e pam lindjen e diellit pa telefon, edhe tani doja që t'ja tregoja dhe juve. Shikoni pamjen. Ku jemi? Nuk e di. Qesim 10 kilometër afër nga Algjeri. Në kufirin e Algjerisë dhe jemi në një fshat berber i cili është i
i abandonuar, pra i braktisur. Sapo kemi ndryshuam autobusin me këto makinat 4x4 që të vinim të shikonim një oazë, ku është edhe një fshat berber. Dhe do të shikojmë komplet, kemi 50 minuta kohë për ta parë, pastaj do shkojmë në shkretëtirën ku është xhiruar edhe filmi i mirënjohur Star Wars. Shikoni nga larg fshatin edhe oazin në brez të malit. Shkojmë në kjo ngushtica këtu për te kanjone dhe për te ujvara. Shikoni sa bukur. E dëgjoj ujin aty, diku. Shikoni ku jam. Wow. Shumë nice. Po pres tani Shtefani se është këtu mbrapa. Kur do vijë. Ta shohim. Sepse njerëz që janë pak të shëndosh këtu nuk e di si do kalojnë. Pak e vështirë. Rruga. Këto janë trendafilat e kripës të shkretëtirës, shiko sa të bukura duken dhe krijojnë kështu nga kripa. Dhe këtu kemi ujë. Dhe të shkojmë të gjejmë ku është Wasserfall. Nuk e di ku është. O sa i pasë, zemë do i zërë zaubo. Ui shumë. Sa po mbaruam turin tek oazi, edhe tani jemi gati për të bërë turin e shkretëtirës me rër shumë të imët të kur zgjuar dhe filmi Star Wars. Po do bëjmë një pauzë më përpara, unë kam marrë një molto të vogël me çokoladë, edhe po bëhet dhe një çokoladë gati. Kemi një vend të lezetshëm për të pirë kafe dhe pash që këtu kishte një dhomë shumë tradicionale, po ja u tregoj edhe juve, se ishte shumë e bukur. Shikojeni. Kudo, duket tamam me veshje tradicionale, duket me këto ulset shumë të lezetshme. Nuk e di, më duket shumë e bukur, edhe një kafe shumë e lezetshme brenda, po ne dorim jashtë meqense na ka munguar dielli.
ka frikë nga këto tronditjet e makinës, më mirë mos ta bëj fare këtë rrugën, se si që shikoni rrugët duken drejt, por ka shumë tronditje, ka shumë gropa, edhe këto makinat e shkretëtirës nuk janë më komode dhe mundshme. Sapo kthyem dhe jemi në autobus. Stefani realizoi një ëndër. Ku ishe ti në çfarë filmi të Star Warsit? A New Hope, Star Wars episode 4. Shpresë e re. Po. Ishte ndërtesat shumë të bukura dhe nuk është se ka qenë për shembull fshat i banuar, është ndërtuar thjesht për të bërë filmin. Tani, ndalesa tjetër deri tani dita ka qenë shumë okay, ha? Sot është shumë mirë. Sot ka qenë okay, si dje na ngritën pak nerva, po sot jemi okay. Dhe ndalesa tjetër është në restorant. Restoranti nuk është se kam shumë uri, por do shikoj se çfarë restoranti sot ka zgjedhur. Stefani e ka ndryshuar shallin, nuk e ka më siç e kam lidhur unë. Si mendoni ju, e ka më mirë tani apo çfarë? Unë mendoj që unë ja kisha bërë më bukur. Gjithsesi, dita sot ka shkuar shumë mirë, si thash, është ora akoma 10:30 dhe kam një ndjenjë sikur është ora 3 mbas ditës nga që jemi zgjuar në orën 4 dhe dita ka filluar kaq herët, është akoma 10:30, nuk më besohet, ha? Man hat das Gefühl, dass man Ja, ich habe das schon verstanden, ja. Edhe do ham dhe pastaj nuk e di çfarë kam në program. Çfarë është në program tjetër? Do ham dhe do kthehemi. Sot nuk kemi një program Do ndalojmë në një qytet, shtopën a bëjnë shtatë. Po. Në një qytet dhe pastaj kemi vetëm rrugën Durrës. Po gjithsesi sot ishte shumë lezet. Do ju tregoj tamam se çfarë do hajmë në restorant. Ky është qyteti ku do ham drekën. Kështu duket një qytet shumë afër shkretëtirës, gjithandej ka pluhur. Dhe është normale sepse këtu ka shumë shpesh stuhi rëre. Të shpresojmë që restoranti është zgjedhur i mirë. Edhe jo. Domethënë dje kishim një shije shumë të mirë për restorantin dhe shpresoj që ta kemi edhe sot. Ky është restoranti, ups. Na shtypi. Hyrja. Oh, wow. Bonjour. Wir können gleich eine Hochzeit feiern. Merci. Restoranti duket mirë. Pasta, shumë cute. Pjata e parë, pjata hyrëse.
Oh, ich hab 2. Edhe ëmbëlsira është akullore dhe kjo është dreka për sot. Ndalesa tjetër është në Kairouan. Këtu është një vend shumë i rëndësishëm për muslimanët, sepse këtu është ndërtuar xhamia e parë dhe ka qenë një ndikim shumë i madh për botën arabe. Është dekoruar me tapete dhe ne po kërkojmë një vend për një pamje shumë të bukur të xhamisë. Ka shumë njerëz, po do përpiqemi të kapim sa më shumë të mundemi. Kemi edhe diku të 3 orë me makinë. Dreka ishte shumë e mirë, e shishme. Kështu që jemi të ngrënë, jemi të pirë, në tualet shkuam dhe të shikojmë edhe xhaminë. Kjo është pra një ndër xhamit e para të ndërtuara në Afrikën Veriore. Dhe ndikimi ka qenë shumë i madh në pjesën e botës arabe pra të muslimanizmit. Siç e dëgjuam nga guida, vendasit këtu berberët nuk kanë qenë dakord për pjesën e muslimanizmit. Mirë po, 95% e banorëve këtu janë musliman. Shumë e bukur. Është një qytet i gjithë. Ez vjen nga të 7, në shatë. Kur del këtu nga ndërtesa, shikojmë që këtu ka shumë tapete të bëra vetë. Si që shikoni dhe ja ku po i hapin. Shumë tapete të bëra vetë me dorë. Kam frikë ndonjëherë të fotografoj ose të bëj video se direkt njerëzit duan të më shesin një tapet. Kështu që po e bëj shpejt. Po bëjmë një pauzë të vogël për të pirë një kafe. Dhe pastaj besoj jemi në drejtim të hotelit, apo jo? 2 orë. Edhe 2 orë, okej. Kemi 3 ditën sot që jemi në makinë. Autobusi jonë është atje, kemi edhe 10 minuta kohë. Kështu që po marrim pak kohë, mos të shikojmë, të bëjmë foto, të marrim çik kohë, të pushojmë. Edhe pastaj të nisemi. Desha që ta mbyllja këtë video këtu në balkon me këtë pamje fantastike që kemi. Edhe dje erdhëm mirë në hotel, hëngrëm darkë, u qetësuam dhe fletëm direkt, kështu që nuk është se kishte ndonjë gjë për të filmuar. Do iki nga Tunezia, normalisht me përshtypje shumë pozitive dhe disa negative, patjetër është si në çdo vend kështu, por unë gjithsesi do t'ja u sugjeroja normalisht që të keni pak kujdes për çmimet. Shumë gjëra mund t'i bëni këtu vetë me anë të trenave dhe për më tepër është një vend ku unë jam ndjer e sigur. Normalisht që nuk do shkoja në çdo qytet vetë, edhe në darkë, por zakonisht në Tunezi ndihesh e sigur. Kështu që është një vend në Afrikë, por është një ndër vendet besoj bashkë me Marokon më të sigurta. Kështu që duhet patjetër të keni kujdes për sa i përket pastërtisë së ushqimeve, pastërtisë së tualeteve, sepse jo kudo akoma nuk është cilësia që çdo gjë të jetë super e pastër. Mirë po, duhet të ta dini se çfarë kërkoni. Pra, çmimi që ofron Tunizia për pushimet është shumë i lirë në krahasim me çmimet e vendeve si në Dubai, në Abu Dhabi, ndoshta edhe në Turqi dhe në Egjipt. Kështu që pak a shumë në resort çdo gjë ishte okay, madje dhe birra ishte në all inclusive, kështu që ne jemi shumë të lumtur që erdhëm e pam e vizituam dhe jemi një eksperiencë më të pasur tani. Do shkojmë në shtëpi normalisht me përshtypjet më pozitive dhe disa negative, por kjo është si në çdo vend kështu. Guida dje që bërëm në shkretë të tjerë edhe me lindjen e diellit edhe në oaze e zbuti shumë përshtypjen tonë që kishim për Tunizin dhe është një vend shumë i bukur, ka natyrë shumë të bukur, sepse ka detin, ka shkretë të tjerën, ka male, ka oazet që mund të vizitoni dhe nëse keni një organizim të mirë të kohës, besoj ne për një javë pothuajse pam, të them vetëm jugun e Tunizisë nuk pam. Mund të them që pam 3 qerekun e vendit, jo aq në thellësi, pra edhe kryeqytetin Tunis vetëm për 2 orë, por që të krijosh një ide komplet për
kulturën. Kështu që me pozitive dhe me negativet që ka, më shumë pozitive, unë do t'ja sugjeroj ato Tunizin duke bërë kujdes dhe duke u kënaqur këtu në resortin tuaj edhe me guidat që do organizoni. Kështu, shihemi tani në videon tjetër dhe besoj do jetë në Gjermani dhe pastaj shkojmë prapë në Shqipëri. Ciao!